Falënderimi i takon Amerikës dhe Ibrahim Rogovës. Po të mos ishte Rogova, Kosova ende do të ishte në Serbi. Kështu po pretendohet të ketë thënë ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Lordi George Robertson. Ky pretendim është gjetur në Facebook dhe ka qarkulluar nga viti 2017 deri më sot në vitin 2025. Hibrid.info ka hulumtuar manualisht për gjetur deklaratat publike të Lordit Robertson në raport me ish presidentin e vendit Ibrahim Rogovën. I vetmi deklarim publik i Lordit Robertson është ai i bërë në një media kosovare vitin e kaluar, ku Lordi Robertson kishte treguar për takimet me Rogovën dhe kishte folur mbi personalitetin e tij. Robertson në asnjë moment nuk ka folur për rolin e Rogovës mbi çlirimin e Kosovës nga Serbia. Deklarata të ngjashme si kjo qarkullojnë shumë në media sociale. Sa herë që keni dyshime apo i hasni deklaratat e tilla, dërgojeni tek ne në hibrid.info. Ne do t'i verifikojmë. Për më shumë verifikime si kjo, bëjeni Hibridin subscribe në YouTube.